Së pari, përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratët që kanë votuar deri tani në mbar Shqipërinë në një proces shembullor, në një proces në të cilin në mënyrën më demokratike, referendare, i shprehin besimin ose shprehin vullnetin e tyre për kryetarin apo dhe kundër tij. Me këtë rast, ftoj të gjithë demokratët e tjerë që nuk kanë votuar të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm statutor, të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm ndaj një procesi më demokratik që ekziston në të gjitha partitë moderne, europiane dhe botërore, në një pjesë të tyre, më falni se janë pakicë, shumica përdorin procedura tjera, duke përfshi edhe vetëm duartrokitjen në sallë për zgjedhjen e kryetarit. I garantoj se do të përmbush me përkushtim të madh detyrimet e mia ndaj besimit të tyre, ndaj qëndrimeve të tyre. Unë besoj se përplitjet e një përfaqësuesit botës krimit nuk mundet me asgjë të përlyejnë këtë proces në demokrat në Shqipëri. Përfaqësuesit e botës krimit nuk kanë dhe nuk do kenë kur vend në këtë parti. Ndarja jonë me botën e krimit është ndarje për jetë e vdekje. Kjo është zgjidhje përfundimtare e jona. Askush dhe asnjëri nuk mund të mendoj se të konsideroj fuqi në këtë parti fuqinë e krimit. Jo, zero. Mendoj që po të kishte garë, do bënim garë, nuk ka garë, ka referendum, i nënshtrohemi ligjeve të referendumit. Në fund, politika është provë karakterit. Ka lider në pushtet që janë të fuqishëm për shkak të pushtetit. Janë shumë të rrallë ato që i binë në këmbë kur i heq çdo gjë. Në rastin e Zotit Berisha, ka ndodhur një rast unikal. Është sulmuar në mënyrë të paprecedent. Është lubuar për ta shpallur non grata. Ka pasur një izolim planetar sikur, jo për herë të parë. Dhe ja ka dalë për të rikthyer përmes besimit të njerëzve. Ju jeni dëshmitar që në zgjedhje i kanë heq vullën, ja kanë heq emrin, na fleta votimit, e kanë arrestuar dhe ka filluar fushatën nga arresti. Kur liderit i heq instrumentet më normal politik, ti ke ka përcy kufit e politikës. Dhe kur ai në këto kushte merr besimin e 1,5 milion shqiptarëve, hyn në një territor tjetër që është territori i simbolikës. Dhe në territorin e simbolikës, ai nuk funksionon më me logjikën e establishmentit.